me gjykatash sankcionojnë fajsin e Edi Ramës dhe delati i sigurimit të shtetit Arben Kraja, poja i skapit Altin Troplini dhe ajo Fetahu, si Enkelejda Fetahu, nuk guxojnë, nuk kanë guxuar ta thrasin qovë dhe njëherë të vetme. Qovë dhe njëherë të vetme Edi Ramën. Edi Rama ka aty një mori firmash në dosje vetë, kurse Sali Berisha nuk ka asnjë firmë në të tërë procesin e njohjes, kthimit dhe parablerjes. Ka një firmë mbi firmën e Edi Ramës, të vetmen firmë. Po ai ka disa dhe ai është i denuar nga gjykata, është i denuar. I ka bërë një dëm shtetit prej 320.000 eurosh Edi Rama. Unë uroj që gjykatësit ta thrasin në sallën e gjyqit dhe po të kenë guximin ta shpallin të pandehur në sallën e gjyqit, të shpallin atë që ai meriton. Megjithatë, me sa duket, Lubia po e merr me vete. Miru paf. Ishte lideri i opozitës Sali Berisha në këtë deklarat më njëherë pas daljes nga ambientet e